do të vazhdoj me një temë që është tema kryesore që mund të kem pasur për një periudhë të gjatë, pavarësisht një viti e gjysmë, e cila ishte përzgjedhja e shoqërisë. Këtu përshëndetjem e akrepit gjatë gjithë kësaj jave do të vazhdoj që të jetë aktive. Mund të jem tashmë të paduruar. Nëse shikojnë diçka të gabuar, mund t'i nxjerrin njerëzit nga jeta e tyre kështu automatikisht. Më tepër është e vlefshme për shoqërinë, po mund ta vëmë re për çdo fushë, domethënë për çdo lloj personi që kemi në jetë, edhe për partnerët në disa raste. Për shenjën e akrepit, këshilla ime do të ishte se jemi vërtet shumë të vëmendshëm në komunikimin që kemi me të gjithë njerëzit, por sidomos komunikimin që kemi me bashkëshortët, me partnerët të biznesit dhe me personat që ne kalojmë më tepër kohë. Pra, prishjet e këtyre marrëveshjeve mund të shkaktojnë shumë probleme materiale, por duhet jemi të vëmendshëm në mënyrë se si komunikojmë me veten tonë.